Kurse magjia nuk është kështu. Magjia nuk ndodhe rastisht. Magjia është veprim shejtanesk. Magjia ka qëllim. Magjistari e lidh për një person të caktuar në një kërkesë që ka për interesa leku, për interesat lloj-llojta. Magjia nuk vjen rastisht. Magjia lidhet nga magjistari për një person të caktuar. Ke Sulejmani që përmend ajetin "Wa ma kafara Sulejmanu walakinna ash-shayatina kafaru", nuk mohoi Sulejmani, por shejtanët mohuan duke u marrë me magjinë. Tregohet që pak më poshtë ai ajet thotë dhe e përdornin magjinë për të ndarë burrin nga gruaja. Si ndodh kjo? Ka dy lloj magjish. Ta dëgjojnë vëllezërit edhe motrat që na ndjekin. Magji imagjinare dhe ty të krijohet ideja që po ndodh, po ajo nuk ndodh, po magjia të bën që ti ta shikosh me portret tjetër. Dhe